Zegjinet. Ajo ta gëzoj emrin, ajo le të jetë mirë. Por çfarë përçon ajo tek rinia jon? Çfarë përçon? I thërriste, hajde ti të ham qik që e ngren të dheuat. Qa do hante, more, qa do hante me gaz barë. Po krahasoj veten më me Jozafinë Topallin. Po krahasoj veten me ato që ishin të ftuar atje, që ishte një vajzë e re, Andi Ullirja, po, ishte Erdit Harxhi, duket njeriu nga familja. Dhe në qoftë se familja është e saktë, qeveria do t'jetë e saktë dhe do ta menaxhoj mirë. Qysh do ta menaxhoj? Unë jam gjyshe. Dhe e di se ku më pikon pika, për shembull, ky fëmijë sot ka nevojë për këtë dhe do plotësoj këtë nevojë. Dhe qeveria ka nevojë bujqësia te bujqësia, ka nevojë te pleqëria, se pleqëria pruri këtë rini o Derman. Po kush e pruri këtë rini? Po pleqëria, more, pleqëria e pruri. Prandaj investote pleqëria që të mësoj rinia në çapa, jo do ta bëj qeverin të tërë të re. Ja e bere, mërë, për qa kulture ka ajo, mërë. Zegjeni, ajo tjetra. Uj, për piftë dhe ajo e Vlorës. Ja, dhe një sekund. Edhe i thoshte që, qa doni Johanën të zbresun? Johanën, respekti për baban, për nenën, për të gjithë, moj të ngrën dheu. Edhe një fjallë. Ndërsa Ballukja, paguante 10 milion për të larë makinën. E ka 10 milion edhe kujtja paguante ministrit të bërgjëm. Dhe kush e lante? E lante Enver Hoxha. E lante makinën e Ballukës. Djeri laçe të kontrolluara, moj, që ky pensionistë të rrojnë dhe 5 ditë, se tërë të mali do vem. Po të vem kur të na vi, jo të na smuru shti. Kaq, ju falenderoj. Ju falenderoj të gjithë. Vetëm dy gjëra